O ju rob të Allahut. جاء عن أبي عثمان النهدي أن الصحابة كانوا يعظمون العشر الأواخر من رمضان. Këtë të bëin I cili e ka pot emrin Uthman el-Nahdi, thot që më të vërtet sahabët e kanë madhështu dhejqen e fundit të Ramazanit. Në këtë thëni, në këtë tregim, që përna të regan këtë të bëin, se qysh kanë qenë sahabët, e kuptojemi që hutbja do t'jetë e gjitha për dhejqen e fundit të Ramazanit. Thuaj që jemi afër në dhejqen e fundit të Ramazanit, që nga e djela na fillojme nata e 10 e Ramazanit, dhe që I fundit I Ramazanit. Dhe për këtë hutbe ne do të flasme dobit e veprave në 10 e fundit. Da më thonë, çdo vepër që e bëjmë na në 10 e fundit, do I shohim çfarë dobi kanë ata. Çfarë dobi kanë ata. O ju vëllezër, këshilla e parë që është për mua dhe këshilla për juve të xhamatlive është kjo. Një natë prej natëve ka zbrit Gjibrili alayhi salatu wassalam dhe I ka tregu pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam se kur është nata e Kadrit. Kur është ajo nata e Kadrit? Po edhe ajo natë ka qenë nata e Kadrit. Po se ka zbrit Gjibrili, e ka dhënë kumtesën, e ka dhënë ato që ka zbrit nga ana e Allahut. Në ato momente në xhaminë e profetit kanë ndodhur për leshe mes sahabëve, mes shokëve të profetit. Kur ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mi nda ata, mi këshillu ata, mos me ngrit zanin në xhami e kështu të merat. Pastaj mo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka harru atë natë cilla ka qenë. Dhe më pas pejgamberi ka thonë, unë nuk e di cilla natë ka qenë aja natë e cilla më ka tregu Gjibrili që kjo është nata e Kadrit. Çka thojnë ulemat me këtë tregim? Në 10 e fundit mos mani I nati me njerëzit. Me 10 e fundit mos u mundani më pat përçarje me mesin e njerëzve, mos mi fol njerëzve, nga se ai I cili e ka një gjë të tillë, mon I nati, është krye lart, nuk I fol, ai ka mundësi që mos me arrit natën e Kadrit. Ai ka mundësi, ndërsa njerëzit tjerë e arrisin. S'ja mundson Zoti. Kështu që edhe pejgamberi I Zotit kjo, Allahu edhe pse I ka tregu vet, janë nxorr pi mendjes ti që kur cilla natë ka qenë aja. Dhe harroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu që na e kuptojmë, kur ka ndodhur me pejgamberin me harres me neve, Zoti na largon krejt që me soprit natën e Kadrit. Kjo është këshilla e parë para hutbës që me fillu. Kujdes, mos mani I natin me njerëzit, mos mundani mos me fol me njerëzit. Bëu mënyrë pasor, jepi selam, përshëndet ata. Si ki fol migjës, fali migjës, si ki fol filanit, fali filanit, shtrija dorën, mos u munda 10 e fundit me kalu kështët, se Allah dhe gjë nuk ta mundësan me prit natën e Kadrit, dhe argumentin e keni atë tregim që e tregova që ka ndodhur me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. O ju vëllezër e mirë, dobia e parë e veprave në 10 e fundit të Ramazanit është e tërkull علاقة زوجية ومعرفة قدر وقت الليل وحث الأهل على عبادة الله. Dobia e parë që nxjerrmi prej veprave në 10 e fundit të Ramazanit është kjo, e para, largimi nga marrëdhëniet intime. E dyta, njohja, pozita apo vlera e kojna vlera e natës. Pastaj angazhimi I familjes për të adhuruar Allahun. Kjo është domethënë dobi e tretë që nxjerrmi. Për këtë na tregon Aisha radhiyallahu anha thot: "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-'ashru ashadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlihi." Tregon Aisha thot që me të vërtetë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hyrë 10 e fundit, thot e ka shtrënguar rrypin e tij, e ka gjallëru natën e tij dhe e ka zhu gjithë familjen për namaz natë. Kjo është ata të cilët na I rëndetëm njërin pas tjetrin në çfarë dobi nxjerrmi si vepër e parë, largimi nga gratë. Kjo është argument prej profetit ton sallallahu alaihi wasallam. E ka shtrënguar rrypin, domethënë nuk ka pot çastin e 10 e fundit me gra. Është largu pi grave, nuk ka bo marrëdhënie intime me gra. Ju ka veçu Allahut për adhurim në xhami.
Gjëja e dytë, gjallërimi i natës. Dhe na e cekëm këto se pozitë dhe vlerë e natës. O musliman, o ndëgjus, o xhamat ndëgjus. Ramazani, dhejqi i fundit, netët e Ramazanit është netët madhështoret nata. Kështu që po që ata do të më dhanë vlerë ti vetit tanë, në qoftë se je prej atyre të cilët ti e shfrytëzon natën, pse nata ka vlerë të madhe, ka pozitë të madhe. Për ta ka ardhur wa ahya lejlehu, pejgamberi e ka gjallaru natën e tij, pse ja ka ditë vlerën natës. Mos u munda me kalu nata pe pres natën e kadrit tonë në çaj. Mohabet. Jo. Nata e kadrit nuk pritet në çaj dhe mohabet. Nata e kadrit pritet ku pritet? E shohim argumente më poshtë. Në xhami pritet, në adhurim pritet, dhe e shohim pse pritet në xhami. E jona për kafe, e jona për shtëpia, e kështu të merat, o ju lezën. Pastaj, wa ayqadha ahlihi, e ka zgju familjen. Le vetin që e ka angazhu, le që ja ka ditë vlerën natës, po edhe familjen, hes në xhami. Na, si xhamatli, na si kryesi xhamisë. Ku i kemi gratë tona, ku i kemi familjet tona në xhami që si bimi? Shkaj Ramazani nuk vim familja me fal namazin. Shkaj Ramazani nuk vim i fal taravih. Da me shku dhe që i fundit nuk vim i fal sidomos familja. A veç na në xhenet do të minja? Ku janë familjarët tonë? Ku është e vladi jonë? Pejgamberi Allah të ka qu. E dini që shë ka qu Fatimen, qikën e vetë dhe Aliun radiallahu anhu. E dini Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka turkin derën e saj ka thonë çunu dhe shëb në zjarrin e ju për të cilën është dhësh ky zjarr. Para mendoje çikë zesh ka thot. E ku jemi na me veprën e Pejgamberit, si dobi e parë që nxjemi kësaj vepre që e thashë në fillim, e fundit është që me zhu familjen për namaz, me e thirr, është dhëçi i fundit, hajde në xhami shkojemi, të bëjmë ibadet, ta lutmi Allahun e kështu të merat ajo vëllezër. Dobia e dytë e veprave në 10 e fundit të Ramazanit është shiddetul ijtihadi fil ashr al awakhir min Ramadan bi mukhtalifil anwa'il ibadat. Dobia e dytë e veprave në 10 e fundit të Ramazanit është o ju vëllezër, angazhimi i tepërt në të gjithë llojet e adhurimeve. Angazhimi i tepërt në të gjithë llojet e adhurimeve. Mos u mundavesh me një adhurim. 10 e fundit, angazhimi i tepërt, lexojm Kur'an, dhikr, sadaka, zakatin, përmendjet Allahut, namazet, e kështu të merat ajo vëllezër. Për ta e kemi argument, tregon Aisha radhiyallahu anha thot, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr awakhir ma la yajtahidu fi ghayrihi. Po thot Aisha radhiyallahu anha, është munu pejgamberi, e ka munu vetin shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku në 10 e fundit, ndërsa jashtë 10 e fundit Ramazanit, domethënë ditët e Ramazanit se ka munu vetin. Ama 10 e fundit e ka munu vetin shumë tepër. Dhe nga ky hadith i nxjerremi këto dobi. Angazhimi i tepërt me nefs. Pejgamber i Allahut po e mposht nefsin e tij me angazhim. Po e mposht nefsin e tij me angazhim. Unë dhe ti, çysh kena me mposht nefsin? Kur i dërgumi Allahut po e mposht nefsin me këtë llojet e ibadeteve që i ka bërë. Edhe na do të me qenë një gjë të tillë, me një kon profetin ton sallallahu alaihi wasallam. Me bo angazhim, me mposht nefsin ton. Për shka? Për me lyp natën e kadrit. E dyta, shijimi i gjithë llojet e adhurimeve. Pejgamberi Allahut gjithë llojet e adhurimeve pe i ban. Po i shijan ata. O vllazni, aty po na kur hajmi buk, gjua jon çka shijan? Ushimin. E shijimi i adhurimeve kush është? Zema jote. A ka shiju namazin, a ka shiju leximin e Koranit, a ka shiju sadakan, a ka shiju zakatin, a ka shiju dhikrin e Allahut azza wa jall zemrat tona. E pejgamberi gjitha ibadetet po i shijon. E kështu që edhe ne do të me qenë një gjë të tillë. Pastaj si argument, si dobi që nxjerrmi, njëjtën gjë, në fund çka thash? Pejgamberi, ka bo angazhim tepërt, e kam poshtë nefsin e vet në 10 e fundit.
A e dini pse dhe çysh nxjerrët dobia e kësaj fjale dhe kësaj jetës profetit, i bën kjo, angazhimi më i mirë për me e përfundu Ramazan është dhejtë që i fundit. Angazhimi më i mirë, me e përfundu Ramazan është dhejtë që i fundit. Ka bupe me adhurim, edhe në fillim, edhe në mes, a më dhejtë që i fundit, ka desh me e përmbyll mënyrën më të mirë. Ka desh me përmbyll adhurimin mënyrën më të mirë me angazhimin më të tepër. Edhe na ju vëllezër. Nuk është interesant me nga në fillim. Interesant është ai cili po e shkput atë sheritin në fund. Edhe ti më ndau. Ati po një kur da me dal pi pushimit ja vetit, të punu, jep, pse edhe një vdet pushim edhe u kryma. Jep të mundë, shka është më e mundë. E njëjta gjasë, po thamë kështot. Jo, adhurimi du të më bo mënyrën më të mirë me përfundu, me angazhu vetën tonë që me dal për këti Ramazanit me një përfundim të mirë, për që ta Allah zë gjele kalon natën e kadrit. Me nas provu neve se sa jemi gjendje me angazhimin për nefsin tonë. Sa jemi gjendje. Sa shka po bujmi na për Zot. Kish mujt me dëshirën e Allahit, me vullnetin e Zotit, me lanë Allah zë gjellë për krejt umetin e profetit, me thonë natë e kadrit është në këtë dit edhe u kryma. Në këtë natë edhe u kry. Po jo e kalon fshet, pse urtësia Zotit e din. Me nas përvu neve se qysh për e përfundojmi Ramazanin, a për e përfundojmi mira jo. Pra meri Allah angazhim me përfundu njërë më të mirë Ramazanin. Dobia e tretë, o ju vëllezër, e veprave në dheqen e fundit është e tërku raha o taksisul gjuzin min e lejl lil ibade o tilavet kelamillah fi lejl. Dobia e tretë e veprave në dheqen e fundit është largimi nga rahatia, ndarja e një pjesë të natës për adhurim, bëj që është e mundër diçka më e vogël për Zotin tonë gjatë natës, dhe lexoje fjalën e Allahut Azza wa Jall. Kjo është dobia e adhurimit që e nxjerrmi dhe na e recitojmë që tani ajetin kuranor se çka ka thonë Allahu Azza wa Jall. Thot Allahu: "Ya ayyuhal muzammil", o ti i mbuluar. Kujna? Pejgamberi, i mbulun. Rati, to flet natën, me çebe, rati, pe thirr Allahu Azza wa Jall. "Ya ayyuhal muzammil", o ti mbuluar. Kumi lejle illa qalila. Zhoho fal natën një pjesë e kësaj nate, mos rëngjon, çu, angazhau. Pastaj ajetet më poshtë kanë ardhur: "Au zid alayhi warattilil Qur'ana tartila." Ti shtoje namazin e natës, fal namaz natë dhe lexoje Kur'anin rrjedhshëm dhe ngadal. Gjitha këto ajete, o ju vëllezër, nxjerrmi këto dobi që i cekum në fillim dhe mbas ajetit për i ceki prap këto dobi. Largimi nga rahatia. Pejgamberi Allah: "Ya ayyuhal muzammil." Ky ajet ka zbrit kur i ka ardhur shpalla e pejgamberit, ka pa domethën ether, ka pa nevojë për shka, për çebe, për mbulim. Pse ether kur ka njeri, takimi i parë me Allahun Azza wa Jall, takimi i wahyi, shpalla që i ka ardhur pejgamberit për minar Allah e ka të rejgjvejten. O ti mbulun, s'ka rahati ma. Apo da me një gjenet, apo da me një Zotin, nuk ka ma rahati. Apo da natën e kadrit, s'ka rahati ma. Pepres natën e kadrit të piqaj. Jo, shtët jo. Qu, mundau, angazhau për me prit natën e kadrit. O ti mbulun. Ta thonë largimi nga rahatia. Pastaj ndarja e natës për adhurim. Qështë e ki një jetin dheqen e fundit? Apo ki qef me fal pjesën e partë natës, apo ki qef me fal pjesën e dytë natës, apo ki qef me fal pjesën e tretë natës. Zgjedhë ti. Ndaje natën. Nëse dan pjesën e parë, bëu për tëve. Nëse dan dytën, bëu për tëve. Amo nga je hoxhën, se argumentet ma shumë të kanë ardhur pjesa e tretë e natës. Pse pjesa e tretë e natës? Pse pejgamberi ka tregu. Yanzilu rabbuna ila sama'i dunya, zbret Zoti ju në qiellin kësaj dynjaje dhe thot: a ka ndaj kush që lutet, ka diçka t'ja jap? A ka ndaj kush që kërkon istigfar e unë ta fali ata? Dhe kështu të më radh. Ka ndodhur në pjesën e tretë natës, e namazi më i mirë që na duhet më çunë edhe që në fundit është në pjesën e tretë të natës. Pastaj bëj diçka që thanën, bëj diçka më e vogël për
Zotin ton. Mos ka lënë nata. Mos ka lënë nata pa bu diçka adhurim për Zotin ton. Apo dani argument, hap një vesh, o xhamat, hap një vesh, nashta ju kum lodh, po vallahi për të mirën e kam, për të mirën e ju dhe temën e kam. Apo dan seni më të vogël, bë diçka për Allahun gjatë natës. Ka Aisha tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thotë, o i dërguami i Allahit, unë në qoftë se unë vrej që është nata e kadrit. Ma një zemra, ma një që më thonë shpyrti, o ku ka nata e kadrit, po më duket se sa është nata e kadrit. Çka më bëone? Pejgamberi pe din amelin e grave, grave. Ati po që janë gratë, subhanallah, dopta, po qërajshe, thuje që të fjallë. Allahume innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah ti falç, e dam falën falu mu. Prandaj, o xhamat li, sa ndimat vogël, a mundesh me thonë çdo natë që të lutje. O Zot, e dam falën, ti e falç falu mu. Sa ndimat vogël baje. Pastaj o ju vëllezër, leximi i fjalës të Allahut natën rjedh shumë dhe ngadale. Jo me lexu shpejt Kur'anin, me lexu rjedh shumë. Pse natën? Pse Allah na ka treguar në Kur'an pse zbret natën. I ka thonë pejgamberit na ta zbresin ty wahin shpallën dhe ti lexoje natën ato. Për çka? Se nesër ti më kon më i fort me iman. Vallahi, ata të cilët falin namaz natë. Jo Ramazan, edhe jashtë Ramazanit. E din imanin e tëre se çfarë imani kanë gjatë ditës. Pse e kanë rujt imanin e tëre me leximin me fjalën e Allahut gjatë natës. E kushdo që lexon Kur'anin rrjedhshëm dhe mirë, ka dalë gjatë natës, gjatë ditës imani i tij është shumë i fortë. I arritur tek Allahu me një gradë që ndoshta për njerëzve nuk e kanë çdo kushi. Dobia e katërt o ju vëllezër për veprave në 10 e fundit është menzilatul istighfari wa fadluhu fi waqti sahri ba'da al-ibada. Dobia e katërt e veprave në 10 e fundit është pozita dhe vlera e istighfarit në kohën e syfyrit. Dëgjani e parë, vëllezër. Pozita dhe vlera e istighfarit në kohën e syfyrit, mbas adhurimit. Për to e kemi argument që Allah Azza Jall na tregon në Kur'an se çysh kanë qenë sahabët në 10 e fundit, duke thënë kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ato ishin pak që kanë pushu, pak që kanë, domethënë që kanë flet natën. Mirë, po më shumë të natën e tyre kanë qenë zhuar duke adhuru Allahun Azza Jall. Wa bil ashari hum yastaghfirun. E në sefer kanë kërku istikfar. Dhe nga ky ajet në nxjerrëmi dobi. Koha më e mirë e istikfarit, mos harrani, xhamat, monumento. Koha më e mirë e istikfarit në Ramazan është në kohën e sefyrit, sidomos 10 e fundit. Qërë sahabët i kanë kërku istikfar Allahut në kohën më të mirë. E kanë adhuru të natën Allahut, në kohën e istikfarit ju nul dhe kanë thonë Zot falna, Zot falna. E çu thot Sheikh Uthemini, një prej ulemave të mëj, çka thot Allahu më shëroft, thot shiko, i ka nejt Allahut në kohën tër natën, ndërsa ka syfyri kanë thonë o Zot falna. Na e falmi nashta namazin e natës, a e thujmi istikfarin në syfyr. Ndoshta nuk e thujmë hiç, edhe jemi sigurt, sa di milio, sante milio, a hoq sa do shta, po ka mundësi mi do. A nuk i bjen dhe thonë se firullah me unë me kërku istikfar. Pa në minejtë Allah tër natën edhe mi thonë Zotit, Zot falu. Ndoshta s'ku ma adhuru qysh do të. Sahabët qysh kanë qenë me këtë Ramazan, me këtë 10 e fundit, duke kërku istikfarin tek Allah Azza Jall. Kohën më të mirë e koha më e mirë është istikfar, është syfyri. Dobia e 5 o ju vëllezër e veprave në 10 e fundit është afdalu salati salatul lejl. Namazi më i mirë në 10 e fundit, natën, është namazi i natës. Thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam që tregon Ebu Huraira, thot afdalu salati ba'da salati maktuba salatu fi jawfi al-layl. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, namazi më i mirë pas 5 kohë namaz, që cilët na e kemi të obligueshme, është po thot namazi në fi jawfi al-layl, në errësirën e natës. Kur nuk shenë kërkush heq, këtë tërë, sahabët kështë kanë qenë, kanë i namaz tërë, se kanë pa, njoni me tjetër se kanë pa, dhe pëse në konë saf,
që kjo është namazi më i mirë. Dhe për këtij hadithit e nxjerrëmi këtë dobi. Namazi më i mirë gjatë ditës kush është? 5 kohë namaz. 5 kohë namaz. Namazi më i mirë gjatë natës kush është? Namazi natës. Amo shumica ulemave thonë, ai i cili i fal 5 kohë namaz gjatë ditës, që ky ka më konë që ka më arrit edhe natën e kadrit për namaz natë. Kur ti nuk i fal 5 kohë namaz, nuk ka mundësi që ti më arrit natën e kadrit. Nuk ka mundësi më konë namazi natës më i mirë se sa namazi ditës. E as namazi ditës më i mirë se sa namazi natës. Po njëra me tjetrën lidhen, bashkangjiten. Dita me natë do të me qenë 5 kohë namaz, pastaj namazi i natës. Gjithashtu i vëllezër, dobia e 6 e veprave në 10 e fundit është al-i'tikafu fil masjidi li talabi al-lailati al-qadr. Dobia e 6 e veprave në 10 e fundit është izolimi për ta kërku natën e kadrit. A ndëgjot? Vepra e 6 për dobi që nxemi 10 e fundit, izolimi për me kërku natën e kadrit. Që tash unë do e shpjegoj bashkë me juve. Ku me izolu veten për me prit natën e kadrit, për me kërku natën e kadrit? Në shtëpi, në kafe, në fush, futball, në çaj, të këshyr futball. Wa antum aakifuna fil masajid. Allah azza jall po thot. Dhe ju jeni ata të cilët thot bani itikaf izolim në xhami. Për çka me bëj izolim në xhami? Për me kërku natën e kadrit. Mos u nda me kërku natën e kadrit të filani dhe halani të aj. Nata e kadrit kërkohet ku? Në xhami. Wa antum aakifuna fil masajid. Për ta tregon Aisha radhiyallahu anha dhe ajetin që e thash që Allah ka thonë dhe ju jeni që kërkani, domethënë natën e kadrit ku bëni izolim në ku? Fil masajidi, në xhamia. E Aisha tregon thot أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله سبحان الله. Po thot Aisha, ishte pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam që bënte itikaf në 10 e fundit të Ramazanit, as shumë që ka bëu itikaf në çdo Ramazan 10 e fundit hatta tawaffahu Allah, derisa Allah ja ka marrë shpirtin. Çka do të thonë kjo vëllezër? Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam a shumë që e ka kërku natën e kadrit. Ka vdek të e kërku natën e kadrit. Ka vdek të e kërku natën e kadrit. Dhe nuk ja ka marrë Zoti shpirtin pa e nxonaj natën e kadrit. Hatta tawafahu Allah, dhe isa Allah ja ka marrë shpirtin e ka gjetë natën e kadrit dhe u kry. Tër jetën e vetë, a dini sa ka agjeru pejgamberi sa Ramazana? 9 Ramazana ka agjeru, pej që u bu obligim, da më thonë muje Ramazan. 9 Ramazana e ka kërku natën e kadrit. Dhe isa Allah gjel e mërë dhe ja mundësaj me prit natën e kadrit. Nga kjo hadith nxjerr me ju vëllezër obligimi i kafit në 10 e fundit. Ibn Taymija thot, në atë vend që nuk bëhet itikafi, dëgjani xhamat, hapni vesh. Në atë vend që nuk bëhet itikafi, krejt tek Allah azza wa jall shkon gjuna çao. Në atë vend që s'ka itikaf, ko xhami po s'ka itikaf, krejt janë gjuna çao tek Zoti. A të shkallë më thonë itikafi, adhurus të Allah që e njujnë Zotit, që po vjen xhami mirë, po do të qenë itikafi në xhami, ku janë zemrat tona. Në adhurim, kjo fjale këti djetarit, para 800 viteve, ka argumentet plota, më shënu tek Allah, edhe pse namazli, edhe pse falë, ndoshta vjen xhami, ndoshta unë edhe të shkumi tek Allah gjunaqar, pse nuk kemi për atëve që kemi bu itikaf. Pyete vetën tonë, pejgamberi tër jetën e vet pas ka bu itikaf, a ku mbuën në itikaf në xhami? Hajde o xhamatli, hajde bëjmë bashkë itikaf dhe rrimi në xhami, edhe shujmë ibadetet adhurimit që do të më bëj, përderisa arrimi kënaqësinë e Allahut dhe përmbushjen e suneteve të profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vëllezër, nxjerrmi dobi për këtij hadithit, kërkimi i natës kadrit është dhe bëhet. Kërkimi i natës kadrit është dhe bëhet. Ku?
në xhami, se pejgamberi po e lyp në xhami, sahabët e kanë lyp në xhami, deri me ditë sotit njerëz të mirë e lypin natën e Kadrit në xhami, bujnë itikaf. Dobia e 7 dhe e fundit o vëllezër, na bani Allah që e kemi vanu ka shumë, po me këshillu njëri tjetrin dhe me zhu njëri me tjetrin, me angazhu për këtë dhëqen e fundit. E dobia e 7 o vëllezër është Lejletul Qadri khairun laka min 83 seneten min al-umri. Dobia e 7 prej veprave në dhëqen e fundit është që nata e Kadrit është më e mirë për ty se sa 83 vite gjatë jetës tanë. Dëgjani që tash, ta përsëriti, por me mësu mirë. Nata e Kadrit, Allah na mësoft edhe mu edhe juve me nxanë, që janë nata e Kadrit, tek Zoti është më vlerë se sa unë edhe ti mi jetu 83 vite. Allahu Akbar. A ti shka më thonë me nxanë të qatë natë. Tek Allahu ndoshta nuk interesant 83 vite. Shka interesant Zotit, a penzen të natën e Kadrit. Tek Allahu ka më vlerë se sa 83 vite. E për këta thëtë Allah Azza Jall, Lejletul Qadri khairu min elfi shahr. Nata e Kadrit është më e mirë se sa 1000 muaj. E disa prej komentatorëve të Koranit, prej këtij ajeti, kanë thonë kështu: një ibadet i jote në natën e Kadrit është më e mirë tek Allah se sa 1000 muaj. Një ibadet i jote në natën e Kadrit është më i mirë se sa çaj ibadet i njëjti ti më jetu 83 vite me but njëjtë, është më i mirë çaj në Ramazan, çat natë që i ke bërë se sa 83 herë ti 83 vite ti një, do të thonë një pasditë që i ke bërë çat ibadet njëjtë. Shikosh çfarë vlerë ka nata e Kadrit. Dhe nuk du me gjatë ma shumë e vëllezër. Ditën e vijim do të flasmi gjithmonë për namazin e natës, për vlerat e Kadrit të kështu të radhë. Allah Azza wa Jall na bëf aty o ju vëllezër, të cilët ja dinë vlerën dhe dobit e veprave në dhëqen e fundit, dhe timi për i tëre që mi nxan këta veprat deri sot ja dim pozitën dhe vlerën natës Kadrit. Allah Azza wa Jall na bëf aty me arritje ya Rabbul Alamin.